Hale të keqen baja. Ja, këtu do presim atë gjagji doktorin, ha? Ja, ullu aty. Ullu, ha të keqen baja. Ja, po vjen gjagji doktorin. Erdhete. Doktor, urdo. Djalin tek e ke, vizitoj, kontrolloj, edhe pasaj vendos vetë. Mirë, po ato kartelat e mia çfarë thon aty në zyrë se? Kartelat. E di si ish puna? Ato kartelat i kam rregulluar unë para 5 vjetëve. Pse? Po për të mos ta dërguar djalin ushtar. Mirë, po më ka gjetur bela në lagje tani. Pse? Po e gasmën karamakit, budalla njëri e budalla tjetri. Jo, më. Prandaj erdha këtu. Vizitoni, kontrolloni, po të mbush mendja, jep e vet. Mos kemi rrek. Vini këtu. Haj. Si e morë djalë? Mirë, doktor, po juve. Ha, doktor. Duket ky për idiota? Jo, ba, jemi ratë e zgjuar neve. E, ti ke qenë vaj. Një. Këtu rini, lutem. Sigur. Shikoj doktorin të unë. Këtu të unë. Dëgjoj me vëmendje. Pyete. Po. Sa bëjnë? 7 shumëzim për 7. 57. 57. Jo. Jo. Se ba sa bëjnë? 7 er 7 bëjnë 77. 7. Kush e vrau Esat Pashën dhe ku e vrau? Just një zela në asamble ushtris. Kush e vra, kush e vrau Esat Pashanë, kush e vra, kush, Just një zela. E ngatruat. Jo. Po kush o ba? Jo, për djalë, jo. Dëgjoj. Esat Pashën e ka vrarë Arif Vladin Pallas Sportit. Kush e vra? Kush e vra? O pra i që atës e të vreta. A të ngatruat, Të dy ngatruat. Unë pyeta kush e vrau Esat Pashën. Nuk e Kush di. e vrau, pa? Kush e vrarë? Kush e vrau të pyes tyja? Jo. Kush e vrau Esat Pashën? Jo, po s'ka marrë unë për të pyetur këtu. Atëre po unë ndihmoj unë. Esat Pashën e vrau Avni? Avni Mula. Jo, mor djalë mos ndito. Po kush o ba? Po Avni Mula është futbollist i Partizanit. Ku është futbollist? Futbollist i Partizanit Avni Mula. Hape ngatruat. Esat Pashën e vrau Avni Rustemi, e vrau në Francë, në kryeqytetin e Francës. Kush është kryeqyteti i Francës? Boni. Jo, mos ndito. Po pse o ba? Kryeqyteti i Francës është Berlini. Berlin. Ngatruat. Kryeqyteti i Francës është Panine. Dëgjoj. Doktor, mos ja vëre se është pa mëngjes. Panine. Nuk ka. Mirë. Po, jo, mirë. Në rregull, kam shumë të qartë. Pyete. Ta pyesë? Pyete. Okej, po si do të Dëgjoj me vëmendje tash. Pyetjen e fundit. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Flamurtari Barcelona 2-0. Jo. Shiko, gjagji doktori thot kush e ngriti flamurin në Vlorë? Flamurtari. Po si e quajnë atë gjagjin që ka ngritur flamurin? Flamurtari. Një minutë. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Flamurtari. Një minutë. Tu ndihmoj unë? Po një minutë. Ismail? Kadare. Mana djalë. Po, nga do ta ngritë Ismail Kadarea flamurin? Kur ngritu flamurin në Vlorë, Ismail Kadarea ka qenë me pushime në Francë. Kysh do ngritë nga Franca ta ngritë flamurin? Pse e ban u ngrihet flamurin në Franca në Vlorë? Si do ngrihet? Militar. Po ku ke militar ai të gjatë neve? E lidhi me bëjmë gonglane. Jo, more. Do me thënë që të na ngëç flamuri kur ta ngrëm, ha? Na ngëc. Ngëc? Po me çfarë ta ngrini flamurin? O ba, me çfarë do ta ngrem? Po e ka ngritur ai, po e ka ngritur me fill d'Ispanj. Fispanj. Me fill d'Ispanj. Fispanj. Me fill d'Ispanj. Ditën e mërkurit duke. Do marrësh dhe djalin? Ashtu? Vetëm vjeni këtu. Faleminderit. Shumë të faleminderit. Ju doni raport? Kush? Unë? Jo, lutem. Atëre djalë? Të mërkurën më pres të dyve këtu, ha? Faleminderit. Djali, ky nesër do fillosh ta punë. Në punë. Punë. Pse do ta fusin në punë? Në punë. Si vëlla? Po ku do ta fusin punë? Në shoqatën që drejtoj vetë. Shoqata e antikapatëve. Po. Shumë mirë. Të mërkurën. Djali ta marr sekretar atje. Shumë mirë do bëni. Të mërkurën. Mirupafshim doktor. Të dy këtu të mërkurën. Faleminderit. Lutem. Shumë faleminderit. Hale djali. Hale.
Doktor, mos ja vëre babaj se është pak ashu. Psikopat. E pashe. Është cicofren. E pashe. Prandaj po shkojnë te puna ta kemë në kontroll se më shket me ikën muaj. Shumë mirë. Do i tregoj ca gjëza dhe ta rregullojmë çik natru. Se ti gjagjës ati? Ti. Ja një minutë se do t'i thot doktor një gjagjës. Tregoj një nga ato që 4 golbaja. Doktor, Gjan. kemi një tren me 12 vagona. Në çdo vagon është një polic. Sa vjeç është trenist? Ja them ba. Thuaj. E gjete, 42 vjeç. Po këtë ti që është 42 vjeç? E kam lagje. Si ti lagje? Stacion e trenit. I them e një ba. Thuaj. Doktor, këtu kemi një mullar me bardh. Na vjen një lopë e ngomar. Kush e ngri balin I pari, lopa apo gomari? Lopa. Se gjete. Po kush? Delia. A ty s'kish dele fare? Ishte mësyer mbas mullarit. Ti them dhe një ba. Edhe një kafe. Doktor, në një mod plot me fiqi për nduaj dut, ngër sa ngër darda, sa më na mbet. A thoma dhe njerë modit ashti? Në një mod plot me fiqi për nduaj dut, ngër sa ngër darda, sa më na mbet. Gje. Nuk e gjitot. Se gjete. E gjete. 2 patate. Doktor, të mërkurën ajtë marrë raportin. Po Sharuna! Na dhe një minut këtu.